Kryetaria e Kuvendit Ardita Sinani e shoqëruar nga kryetari i Fondit Humanitar pranë komunës së Preshevës Uran Kamberi kanë vizituar sot familjen Jonuzi në Bukuroc. Kryetaria e Kuvendit ka dëgjuar nga afër hallet e kryefamiljarëve. Këta zotrit e dine kam pa gjendjen tonë, a ditë në kartë keqë edhe mi u thonën se... Për momentin ushqime këtu drua kia, po... Me ta thonë drejtën më shumë qef një për vokse një po kënë shkollë. Ta thonë drejtën kartë keqë edhe mu shpëri a ditë për kamerale, me ta thonë drejtën më shumë qef për vokse se sa më vokë. Për familjen Jonuzi, tashmë është duke zhvilluar aksioni për ndërtimin e shtëpisë, iniciativë të që po udhëheq Faton Sulejmani. Kryetaria e Kuvendit ka premtuar që këtë familje do ta ndihmojë edhe përmes projekteve bujqësore, pasi familja Jonuzit deri më tani janë munduar që kafshatën e Bukës ta sigurojnë vetë, por mosha e kryefamiljarit ka bërë që të rrezikohen ekonomikisht. Ne si pushtet lokal nuk i kemi mundësit apo kapacitetet tona, por me ato me cilat disponojmë, do të bëjmë çdo gjë të mundur që t'i vim ndihmë familjeve të këtilla që ka nevojë për ndihmë. Unë i përshëndes edhe iniciatorët mbasi lokalit të Bukurocës dhe Faton Sulejmanin me cilin kam bërë këtë aktivitet, kam bërë një iniciativë të tillë. Unë bëj apel edhe të gjithë bashkë qytetarët e komunës Preshevës edhe ata që gjenden edhe në diasporë që këto familje që kanë nevojë, që janë në raste të veçanta, të ndihmohen, të grumbullohen, të mirë iniciativa të tilla dhe të mos t'i lëmë në këto kushte të mjerueshme. Mu më lë për shtypje zotëria i shtëpisë, se është një njeri fisnik me cilin është shumë modest dhe kërkon që me mundësitë e veta, me kapacitetet e veta cilat i disponon të mirët me bujqësi, me blegtori dhe nuk kërkon ndihmë nga ne, por iniciativat e tilla për t'i ndihmuar këta njerëz fisnik, edhe pse dëshirojnë që vetë me mundin e vet t'i vinë ndihmë familjes vet. Kjo na jep neve një vullnet që t'i ndihmojmë edhe më tepër. Ndërsa ne si pushtet lokal, pavarësisht që në të ardhmen edhe përmes subvencioneve në bujqësi, personave të tillë duhet t'i ndihmojmë, të konkurrojnë dhe me të vërtetë meritojnë të përfitojnë subvencionet nga bujqësia për blegtori dhe për gjëra të tilla dhe të mos lihen anash njerëz me cilët dëshirojnë të punojnë. Kjo livrit qelë është. Që këtu kjo qelë. Qështu aja poshtë, këto është e krestë. Ndërsa familjes Jonuzi, Fondi Humanitar i komunës Preshevës i ka ndarë paketa ushqimore e higjienike. Fondi Humanitar i komunës Preshevës me prezencën sot në vendin e ngjarjes do të ndihmojë këtë rasti me të vërtetë shumë i ndihshëm është për arsye të mjerueshme, mund të themi kështu. Mirë po, mundësitë tona janë të tilla. Është momenti i fundit, po do të ndihmojmë me gjëra ushqimore. Aksioni për grumbullimin e mjeteve për ndërtimin e shtëpisë familjes Jonuzi është duke vazhduar edhe më tej. Ndërsa të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij aksioni, kjo është xhirollogaria bankare. RS 352059031 03190363440. Me përmirësimin e kushteve klimatike, menjëherë pritet të nisë ndërtimi i shtëpisë së re për familjen Jonuzi nga Bukuroca.